Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e Gafores. Gafore, java e parë e korikut do të jetë një javë me shumë volum, me shumë punë, me shumë përgjegjësi. Vazhdimisht do të jeni në lëvizje, vazhdimisht do të jeni të angazhuar, vazhdimisht do të përpiqeni që ta ruani këtë balancë ndërmjet punëve, kohës private, angazhimeve që keni, dhe të duket sikur gjithçka si jashtë është nën kontroll. Pra kush takohet me ju, bisedon me ju, do të jeni shumë profesional në sjellje, do të jeni me një vetbesim shumë të madh, por së brëndshmi ju shoh goxha të trazuar, mund të keni një ankth më të shtuar në këtë javë të parë, vazhdimisht do të keni pyetje të natyrës apo e bëj punën siç duhet, a do arrit ta mbaroj gjithçka në kohën e duhur, mos po e lëm basdore familjen, po këtë hallin tjetër si do e zgjidh, pra kaq të bombarduar me pikpyetje, me ide nga më të ndryshmet, sidomos një datë që duhet keni kujdes është data 4 korik, sepse kemi Marsin, planetin e luftës, bashkë me Uranin që sjell kriza, situata të papritura në binjak dhe ndodh në të njëjtën kohë kur është edhe Mërkuri i kthyer. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që gaforet që punojnë me klient, gaforet që punojnë me shitje, gaforet që punojnë në rrjetet sociale, gaforet që japin mësim, që punojnë me fëmijët, gaforet të cilët janë në kontakt të drejt për drejt me popullin, me njerëzit, duhet keni më shumë kujdes se të tjerët, sepse gjasat e keqkuptimeve, të debateve, të shpërthimeve nga ana të inatit, të irritimit nga ana e klientëve ose personave me të cilët punoni, do të jetë më e lartë në këtë kohë. Do duhet keni durimin tuaj, durimi duhet jetë shumë i lartë, ju të jeni të përqendruar, ta menaxhoni situatën me qetësi, sepse mund të shikoni më tepër konflikte, njerëzit nuk bien dakord, nuk i pëlqen oferta juaj, dikush ju kritikon, mund të merrni vërejtje më shumë. Përpiquni të jeni sa më të qetë. Kjo do të shoqëroj pikërisht edhe këto diskutime dhe këto debate nga data 4 do t'ju bëj që keni akoma më shumë nevojë për pushime dhe për qetësi. Përveç asaj, në fund të javës së parë, me datë 7, edhe Neptuni që lidhet pikërisht me intuitën, që lidhet me fantazinë, me imagjinatën, kalon në prapavi në dash, edhe kjo ju bën që t'jeni shumë më të ndjeshëm si gafore ndaj energjive. Ndaj energjive do t'jeni shumë herë më në momentin që e ndjeni që dikush nuk ju pëlqen, apo që dikush ka një lloj antipatie, ka një lloj inati ndaj jush, do të ndjeni kaq jo komod, jo rahat në ambienca, do të bëhet e vështirë dhe të qëndroni në situata të caktuara. Sidomos ato gafore që janë të detyruar në punë ose në rrethana familjare ku ti nuk shkëputesh dot edhe duhet të bisedosh me palën tjetër apo të jesh në kontakt me palën tjetër, do ketë momente që e vetmja gjë që do duash, sidomos në javën e dytë, është të pushosh, të flesh, të qetësohesh, të largohesh nga energjia e të tjerëve dhe të jesh vetëm në atë hapësirën tënde. Jo, kujdesuni gafore që të mbroni energjinë tuaj gjatë muajit korik, se do t'jeni më të ndjeshëm se zakonisht, më perceptiv nga për sa i përket pjesës së kontaktit me të tjerët, së energjisë, dhe java e dytë do të jetë një javë ku keni shumë, vazhdon pjesa e ngarkesës, e volumit, e gjërave që duhet realizohen, por do të jetë edhe një javë që do t'ju hap syt ndaj shumë gjërave që kanë të bëjnë me dëshirat, ëndrat, me planet tuaja. Shikoj që do të zgjoheni gafore, do dilni nga i gjumi që mund të keni qenë dikur, nga pikpyetje që mund të keni pasur dikur, ose gjëra që nuk i keni parë siç duhet,
mund të keni menduar që s'është për të mirë, ose ndoshta po ndodh kjo gjë për këtë arsye, mund ta keni justifikuar. Java e dytë do thotë jo, zgjohu, shikoj të vërtetën për atë që është. Ja ku janë faktet, ja si është situata, ja e vërteta, nuk mund të bësh më justifikime, nuk mund të gënjesh më veten. Ky është momenti që ti të shohësh vërtet realitetin e situatës për atë që është. Dhe gafore rrethana do të jenë nga më të ndryshmet. Për dikë mund të jetë në lidhje me situatën në vend. Është diçka më e madhe që ti kupton realitetin e vendit ku jeton, e vendit e si funksionon ekonomia e vendit, si funksionon politika e vendit, si funksionon jeta në vendin ku ti jeton. Për dikë mund të jetë një situatë që ty të hapen syt në lidhje me raportin tënd në çift, bindesh për diçka apo bindesh në raport me antar të tjerë të familjes, apo e kupton që ndoshta disa ëndra, disa dëshira që ti mund të kesh pasur vite më përpara, tani nuk janë më pjesë e realitetit tënd, duhet të ndryshojnë në varësi të situatës në të cilën ti ndodhesh aktualisht. Ato gjëra që mund të kesh dashur ti bësh më përpara nuk i bën dot tani në këtë moshë, në këtë fazë të jetës që je. Çfarëdo qoftë kjo për ty, është e nevojshme sepse me datë 14 kemi një hënë të re në gafore. Dhe kjo është hëna e parë e vitit në shenjën tënde në gafore. Dhe gjithmonë kur është hëna në shenjë, shënon fillon një cikël i ri emocional, në nivel subkonscience, në nivel zhvillimi, do të thotë që ti je në një periudhë komplet të re të jetës tënde, në një stin të re të jetës tënde, në një kapitull që ti tani duhet ta rishkruash ashtu siç ti dëshiron. Pra, mendo për disa pika ose disa gjëra që ti do t'i manifestosh gjatë kësaj hëne të re në këtë fazë të jetës. Çfarë dëshirash ke, çfarë planesh ke, çfarë synimesh ke, kush janë ato gjërat e radhës, jo për një periudhë të gjatë, mendo për një vit. Çfarë do të realizosh brenda një viti, mos mendo për një periudhë shumë të gjatë. Kurse java e tretë do të jetë një javë ku qetësia në punë do ulet, shikoj pjesa e volumit, e ngarkesës, gjërat e shikoj shumë më stabil në javën e tretë. Nuk do keni atë stresin e madh të fillimit të muajit. Shumë gafore janë në një situatë të qëndrueshme nga ana ekonomike, ndoshta keni nevojë për më shumë, doni më shumë para, sigurisht doni. Por gjithçka është mirë, është mjaftueshëm edhe është konstante, do të jetë ana ekonomike do të jetë konstante që do të ndjeni rahat, do të ndjeni të sigurt. Gjithashtu, java e tretë shoqërohet edhe me Mërkurin që kthehet drejt, pikërisht në shenjën tuaj, në gafore, nga data 23, edhe kjo do të jetë një gjë shumë pozitive, sepse do t'ju jap atë mundësinë për t'i thënë disa gjëra, për të komunikuar më lirshëm, do jeni shumë herë më të qetë, mëndërisht, sepse është Mërkuri pikërisht në gafore, në shenjën tuaj, do i shikoni gjërat më me paqe, më me qetësi, më me zgjuarsi, ju shoh më të relaksuar në javën e tretë. Tani ka disa gafore, kanë situata që kanë të bëjnë me konflikte, kanë të bëjnë me mosmarrveshje, dhe janë mosmarrveshje pikërisht në familje që do dalin në pa, sidomos në javën e fundit. Në javën e fundit ku për disa gafore mund të jenë ankesa nga ana e prindërve, sidomos nëse ju vazhdoni të jetoni me prindrit, ankesa që lidhen me statusin tuaj. Pra, nëse nuk jeni të martuar, vazhdimisht mund të keni fjalë ose diskutime rreth martesës, duhet martohesh, duhet krijosh familje, duhet krijosh stabilitet, nëse jeni ndarë, pse u ndave, duhet kishit qëndruar së bashku, duhet mbanit një familje të shëndosh.
diskutime të kësaj natyre që do t'ju vendosin pak në pozitë, do t'ju vendosin pak në siklet gafore, do keni nevojë për hapësirën tuaj, do të keni nevojë të jeni më të pavarur. Gjithashtu edhe gaforet të cilët janë në një familje, çiftet, mund të keni debate brenda në çift, situata që nuk bini dakord, ti e mendon ndryshe, personi tjetër, partneri ose partnerja e mendon në një formë tjetër, keni përplasje, mund të bëhen shkak edhe familjet e të dyja palëve, pra ty nuk të pëlqen diçka nga familja e partnerit ose e partneres tënde, ana tjetra edhe pala tjetër ka diçka për të thënë për ty dhe për familjen tënde, pra janë gjëra pak të ndërlikuara dhe kjo po ndodh pikërisht rreth hënës së plot në ujor, që është me datë 29 korrik. Hëna e plot në ujor do të sjellë dy situata të ndryshme. Për disa gafore, nëse jetoni me prindrit dhe jeni single, jeni beqar ose beqare, do të vendosni të jetoni më vete, do të keni atë dëshirën, mund të jeni edhe të ngarkuar emocionalisht, thoni më duhet pavarësia ime, më duhet hapësira ime, më duhet ambienti që të kem atë lirinë të hyni të dilni kur dëshironi ju pa ju menaxhuar prindrit sikur jeni fëmijë të vegjël. Për të tjerë në çift mund të keni momente dhe kjo energjia e hënës së plotë është edhe një ngarkesë emocionale, nuk do të thotë që do ta finalizoni këtë gjë, mund të jenë mendime që thoni unë dua të ndahem, nuk e shty dot këtë situatë ose nuk e duroj dot këtë person ose vërtet duhet të shkëputem, sepse energjia ujore shoqërohet me pavarësi, pra ka të bëjë me pavarësinë tënde si person, si individ, atë dëshirën për t'i bërë gjërat ashtu siç ti vetë dëshiron, pa i kërkuar vazhdimisht ose pa i dhënë llogari dikujt tjetër, të tensionuar ju shon nga ana emocionale në një luftë gati gjatë datës sidomos 29 korrik për të mbrojtur atë që është identiteti yt, atë që ti ndjen në krahasim me opinionet dhe mendimet e dikujt tjetër. Por një gjë shumë e rëndësishme gjatë korrikut është të tregoheni të zgjuar. Edhe nga orakulli mesazhi thot wisdom, zgjuarsi, mençuri. Shikoni edhe numri është shumë domethënës, 22, 2 plus 2 bën 4, 4 numri i familjes. Pra mos merrni vendime që sidomos që kanë të bëjnë me familjen për një kohë të gjatë, në momente irritimi, në momente impulsive, në momente inati, duhet që gjithçka ta mendoni me shumë mençuri, me shumë zgjuarsi, ti vendosni gjërat në peshore, të shikoni të gjitha opsionet, jo vetëm u mërzita, nuk më pëlqen kjo gjë, nuk më pëlqen kjo fjalë, nuk është e drejtë kështu edhe në moment një shpërthim emocional, në moment një reagim, në moment një vendim që mund të ketë pasoja më vonë. Tregoni të zgjuar, tregoni të mençur, do duhet keni durim. Kjo është një nga gjërat kryesore që shikoj gjatë korrikut. Kryefjala e korrikut është durim, sa më shumë qetësi, sa më shumë të përmbajtur, mos bini pre e provokimeve, mos bini pre e fjalëve, bëjni llogarit në të mirën tuaj në afatgjatë. Unë ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbar, dhe bashk do dëgjohemi nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga linku i website-it tim në www.goldentruthherald.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.